Tregu i shurmës, jo i mendimit. Kur dështimi në skenë riciklohet si autoritet në studio dhe mediokriteti shet veten si opinion. Në Shqipëri, gjithnjë më shpesh po konsolidohet një deformim i rrezikshëm i jetës publike, figura që nuk arritën të ndërtojnë as peshë profesionale, as autoritet real në fushën e tyre, riciklohen me lehtësi si opinionist, analist e komentator, sikur dështimi në një profesion të mjaftonte për të shpallur kompetent në çdo gjë tjetër. Ky nuk është thjesht një problem shihesh televizive. Ky është një problem standardesh. Sepse një diplom në art të jep formim për artin. Të jep titullin aktor, regjisor, interpretues sipas profilit. Nuk të jep automatikisht as thellësi politike, as kompetencë shoqërore, as pjekuri analitike për të orientuar debatin publik. Opinionisti nuk ndërtohet nga zhgënjimi personal, as nga ekspozimi mediatik, por nga kultura, leximi, logjika, formimi dhe përgjegjësia ndaj fjalës. Por në vendin e paradokseve, ndodh shpesh e kundërta. Sa më i madh boshllëku profesional, aq më i madh pretendimi publik. Sa më e varfër karriera, aq më i fryr vetimazhi. Dhe kështu, ekrani mbushet me njerëz që nuk sollën dot as art të denjë në skenë, por ulen sot të japin leksione mbi moralin, politikën, shoqërinë dhe të vërtetën, me tonin e atij që jo vetëm di, por edhe duhet dëgjuar. Këtu nis degradimi i vërtetë. Jo te fakti që dikush flet. Në një shoqëri të lirë, kushdo ka të drejtë të shprehet. Problemi nis kur media e ngre aftësinë në piedestal, kur mungesa e filtrit shitet si pluralizëm dhe kur shumë e individëve pa peshë profesionale paraqitet si mendim me autoritet. Kjo nuk është demokraci mediatike. Kjo është banalizim i debatit publik. Më keq akoma kur individ të tillë, të mbështetur vetëm te vetë reklama dhe te një ego pa bazë, nisin të vetë shpallen artist, intelektual, profesor të mendimit, sikur emërtimi i vetes mjafton për të ndryshuar substancën. Por substanca nuk ndryshon me tituj të rrem. As llumi nuk bëhet elit vetëm pse i vendos vetes një emër më të shtrenjtë. Mund ta quaj veten artist, doktor, profesor apo tribun, por kur përmbajtja është e varfër, kur gjua është boshe, kur mendimi është i cekët, mbetet po ajo që ka qenë. Një produkt i rëndomt i një kulture që shpërblen fasadën dhe ndëshkon meritën. Shqetësimi i madh nuk është vetëm te këta individ. Ata janë simptoma, jo sëmundja. Sëmundja është media që i promovon, studioja që i legjitimon, publiku që nganjëherë i konsumon pa rezistencë dhe një klim ku profesionalizmi trajtohet si pengesë, ndërsa improvizimi si talent. Në këtë klim, eksperti hesht, profesionisti spostohet, ndërsa vendin e zë i shurmshmi, i cekëti, i dështuari që ka gjetur stre te kamera. Në fund, dëmi nuk është estetik. Është shoqëror. Sepse kur opinionin publik e formsojnë njerëz pa autoritet real, pa disiplinë mendimi dhe pa përgjegjësi intelektuale, shoqëria fillon të humbas aftësinë për të dalluar dijen nga poza, argumentin nga britma, personalitetin nga karikatura. Dhe kjo është pika ku debati publik nuk prodhon më ndriçim, por ndotje. Shqipëria nuk ka nevojë për më shumë fytyra të ricikluara që shesin dështimin si urtësi. Ka nevojë për standard, filtr dhe seriozitet. Sepse jo kushdo që del në ekran ka diçka për të thënë. Dhe jo kushdo që ka dështuar si aktor mund të shpallet automatikisht opinionist. Në një vend normal, secili matet me peshën e asaj që di dhe asaj që ka ndërtuar. Vetëm në një realitet të deformuar, mungesa e meritës shndërrohet në bilet hyrjeje për në qendër të debatit.